Pra kën e uzon Allah nuk ka kush e humb. Dhe e humb Allah nuk ka kush e uzon. Ne nuk dyshojmë që fundja udhëzimi është dhuratë. Edhe këtë dhuratë duhet ta kuptojmë si të tillë dhe të jemi po ashtu falënderues te Allahu xhalla xhelaluhu që na ka dhënë udhëzimin. Kësaj pra, ne vetë udhëzimin nuk do të kishim ditë me gjetë se si, po të mos ishte udhëzimi prej lartë se si kërkohet ai. Udhëzimi për udhëzimin në një farë forme, pra Allahu xhalla xhelaluhu ka dërguar pejgamber, ka zbrit libra dhe për ne muslimanët Kur'ani e me tekst veçantë ti e din se çfarë vlere i është dhënë kësaj surës Fatiha, surja e cila hap Kur'anin dhe është quajtur Kur'an në vete. Domethënë më është dhënë Kur'ani dhe diçka si ai me të, që do të thotë kjo shtaçi i përsëritun, do të thotë që simbolizohet në surën Fatiha, është shumë domethënës. Ne do t'i kërkojmë Allahut udhëzimin, por para se t'i kërkojmë Allahut sikur na tregoj se si do të ndodhë. Ne do të jemi falënderues ndaj tij.